E pra të dashur miq, ja sa po ndodhi tani në Big Brother, le të komentojmë pak ngjarjen e tmerrshme, këtë luftën e madhe që Rogerti po bën me Stenaldon. Fatkeqësisht Rogerti është një banor i cili nuk toleron në asnjë mënyrë që të preket familja e tij dhe normalisht në asnjë mënyrë nuk duhet toleruar që familja të preket. Por, në anën tjetër, Stenaldo i tha, ja përmendi djalin duke e quajtur dhe legend, por duke e quajtur që e ke futur djalin edhe në dhe, duke u betuar në djalin. Unë mendoj që këto luftërat që bëhen mes familjes nuk janë të drejta. Banorët u munduan që ta mbrojnë Stenaldon, sepse Rogerti nisi që ta godet, e goditi në fakt Stenaldon dhe kjo është më se e vërtet, lufta akoma po bëhet, Rogerti nuk po ndalon, po bërtet, Stenaldo është duke e goditur, sepse Stenaldo ka fakte, ndërsa Rogerti gjatë gjithë Big Brotherit ka përdorur vetëm djalin e tij, ka përdorur vetëm familjen duke u betuar. Unë e di që e ka shumë të shenjtë, po nuk ka nevojë që në të gjitha diskutimet, në të gjitha ngjarjet, në të gjitha debatet që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ti të betohesh në fëmijën tënd dhe ti të betohesh në djalin tënd. Rogerti është tepër i tensionuar, nuk e toleron, ai duke që është shumë i mërzitur, domethënë që Stenaldo e tha këtë muhabetin, tani po grindet edhe me Marlin, e shoh që situata ka eskaluar, por besoj që në këtë pikë më vllau i madh duhet të sjellën zarftëzi sepse nuk tolerohet që ti të ushtrosh këto lloj qëndrime kundërdrejt një djali që është i verbër. Stenaldo ka të drejtën të flet, ka të drejtën t'i thot gjërat, ashtu siç edhe Rogerti ju a përmendën të gjithë familjarët banorëve brenda, është Rogerti i pari ai që ka sjell familjarët nga jashtë dhe normalisht tani dhe banorët të përdorin familjarët e Rogertit, sepse Rogerti ka luajtur me këtë kartë, Rogerti ka luajtur me këtë lojë. Ishte Selin ajo që në fakt i doli në mbrojtje Stenaldos, ishte Nicole ajo që i doli në mbrojtje Stenaldos dhe banorët e tjerë që u munduan që ta heqin Rogertin nga Stenaldo. Por Rogerti nuk është hera e parë që ushtron këtë presionin mbi Stenaldon. Unë e shoh që Rogerti e ka frikën e Stenaldos në lojë, sepse është shumë i zgjuar dhe mund t'ia merr fitoren dhe për këtë gjë domethënë i bën të gjitha këto veprime. Do të shohim se si do të veproj vllau i madh, a do të sjellën zarftëzi për këtë goditje që ndodhi mes Stenaldos edhe Rogertit, por unë e shoh që Rogerti është shumë i tensionuar dhe nuk toleron asnjë gjë brenda kësaj shtëpie kur është në pyetje familja e vet, ndërsa ai dëshiron që t'i përdor familjarët e të tjerëve. Nuk them që është e drejtë nga ana e Stenaldos, nuk mundesh ti t'i përmendësh fëmijën tjetrit, nuk ka pse të përmendet djali i Rogertit brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Djali i Rogertit është një ëngjëll i Rogertit, por jo ti domethënë djalin e atij ta sjellësh në shtëpi dhe ta përdorësh për lojë. Por dhe Rogerti i ka përdor banorët e këtyre të tjerëve, duke e ofenduar Stenaldon deri në shikimin e tij.